Bashkë në studion time, sepse ju në Ferizaj shiheni, po besoj sidomos në këtë muaj të shajt Ramazanit pas çdo iftari bashkë, unë e di se sa postime kam pa prej labit, po edhe prej shumë qytetarëve të Ferizajit, se sa i afërt je me qytetarë dhe se sa shumë jep mesazh që jo vetëm si mam, si hoq, por edhe si një shok i tyne që ju ke ndihmu, ndoshta në vështirësi të ndryshme, me pas një mbështetje emocionale, siç është edhe besimin e Zot. Dhe njerë faleminderit për ftesën në misionin tuaj, familja jonë, vërtet një mision i qelluar, që t'i dhurojmë familjes, t'i japim familjes më të mirën që është e mundur, që fatkeqësisht në kohën tonë po degradohet shumë. Unë si imam i xhamisë së madhe në Ferizaj, siç e potencove thej edhe ti, përveç se e kam obligative si njeri, si qenie njerëzore, tani e kam edhe barë që t'jem afër qytetarëve, afër